zgjedhje, ka 2 vjet pa qeveri. Edhe këtu zotëri maggjoranca e ka, po të dojnë na çonë në zgjedhje, dini ju? Po, ajo e ka shumicën në parlament. Po dojnë na çonë në zgjedhje kur doj ajo. Ose pret kur të vijë një në 4 vjet, ose shikon që do t'je bëj sa më shpejt, i bën sa më shpejt. Po kush ja ka dhënë këtë të drejtë? Jo ka dhënë maggjoranca parlamentare, po maggjoranca parlamentare kush ja ka dhënë të drejtën? Kushtetuta. Zotëri flasim për ligjin. Po si janë shkel ligj, zotëri, unë nuk marr përsipër ta akuzoj njeri. Tjetër, kishët... Nuk është çështje akuzë, avokat. E kisha në sensin që një shtet si Kosova, ku ndodhet në një situatë jo të mirë, në marrëdhënie me Bashkimin Evropian shkon çdo 4 apo 6 muaj në zgjedhje. Mirë ata e dinë ata. Pyetja bëhet, kanë shkel në një ligj, ka shkel kushtetutën jo. Zotëri, çdo krizë e brendshme është politike. Dhe kryeministri po të dojë të çon në zgjedhje, nuk diskutohet. E kuptoj. Djoni me vëmendje. Po. Djoni me vëmendje. Po. Në rast se kryeministri sotëm, flasim për Shqipërinë. Në qoftë se kryeministri sotëm, që është subjekti i pushtetit dhe politika është interes, e shikon që interesi i tij po zbehet. Po të vazhdojmë në tutje i bien ato aksionet politike. Domethënë, nuk ka numër. Hyn me një zgjedhje të reja, nuk e ndalon dot njeri se ka maggjorancën. Dhe ka shkel në një ligj jo. Por çfarë jemi në politikë korrente. Kjo ndodh në gjithë perëndimin. E kuptoj. Avokat, dhe një pyetje të fundit, duke u nisur nga lufta në Iran. Irani ka kërcënuar dhe Europën, a rrezikohet Shqipëria duke u nisur nga fakti se prej 2013-s këtu jetojnë edhe ajo që quhet një pjesë e opozitës së Iranit? Ajo që e mbron Shqipërinë, megjithëse është ky fakt, dhe ju keni të drejtë, ajo që e mbron Shqipërinë është se është anëtare e NATO-s. Se të godasë Shqipërinë, do të matesh mirë se ke goditur NATO-n. E kuptoni se çfarë deri na kanë bërë. Jemi anëtar të NATO-s ne zotëri. Atëre, pyetja unë flas gjithmonë një politik në koncept juridik. Atëre, në qoftë se goditet Shqipëria, goditet NATO. Dhe kush e godet? Kush do që të godasë do ketë luftë me NATO. Shqipëria është mbrojtje nga NATO, Pse? Është anëtare e NATO-s. A ka njeri forcë të preki NATO-n sot? Në një çmendur, nëse ka dalë çmendur në Iran, do t'i përgjigjet NATO-ja. Duhet. Kjo është arsyeja zotëri. Dhe Shqipëria është një minutë. Një minutë lutem. Shqipëria prandaj është në NATO. Dhe shikoni që ende nuk kemi ndërtuar një ushtri si që kemi pasur, e mbamën si e kishte emëruar e ushtrinë. Po. Pse? Ishte vetëm. Kush do ta mbronte? Por ne jemi në NATO. Do flasim politikisht, edhe qeveritë shqiptare duke ditur që jemi të mbrojtur nga NATO-ja, dhe nuk kemi shtet shumë i pasur, po e ngrën ushtrinë hap pas hapi. Po ku e kemi mbrojtjen te ushtria jonë? Jemi antar të NATO-s. Po që ndodh po Iran një antar të NATO-s, luftë botërore? Kush do t'i bjerë? Ja, këtu jemi. Duhet për shembull që presidenti të kishte mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare, siç e kanë bërë disa vende tjera, për shembull se lufta në Iran është e përmasave të tjera gjatë, po ta krahasoj me Ukrainën, se përfshin shumë shtete. Dhe cila është pyetja? A duhet që presidenti i Republikës së Shqipërisë të kishte mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare? Është pretendim shumë i madh nga ana ime që unë të flas se çfarë do të bëj presidenti i Republikës. Mos merrem me këtë. Mund ta them në një bisedë në një tavolinë private, po jo botërisht. Ai është presidenti i Republikës, ai ka informacionin, ai ka interesin kombëtar, nuk e kam parë ndonjëherë që keni interesin kombëtar. Pastaj se si vepron, me shërbimet që ka, me aleancën në Washington, me aleancën e BE-s, është puna e presidentit. S'mund të ndërhyjmë kësaj. Dhe kemi respekt për presidentin e Republikës.
Avokat, të falenderoj shumë për këtë analizë, ishe kënaqësi.